Në këtë proces në gjykat, isha i thritur... Ligjvënësi demokrat Belind Këlliçi dëshmoi në gjykatën e posaçme për dosjen e famshme 5D. Deputeti u mor në pyetje në cilësinë e kallëzuesit të kësaj afere, për të cilën kanë përfunduar në burg 3 ish-drejtorë të Bashkisë së Tiranës, Taulan Tusha, Redi Molla dhe Mariglen Qato. Jam pyetur nga avokatët mbrojtës të drejtorave që sot janë në burgun e Fierit, jam pyetur nga gjykata dhe nga prokuroria e posaçme për rrethanat e ngjarjes, jam pyetur në mënyrë intimiduese për deklaratat publike, deri diku është shkuar edhe në kërkesë llogarie nga ana e avokatërve të mbrojtës të personave të akuzuar, është kaluar në interpretime politike, është kaluar në akuza politike, ka patur dhe pyetja a fitova apo jo Bashkinë e Tiranës. Më mirë këtu ku jam unë sot se sa si fituesi i zgjedhjeve të 14 majit vitit 2023 dhe shtabit elektoral 5D. Këlliçi deklaroi se nuk do të ndalet derisa të gjithë politikanët që ai cilëson të përfshirë në korrupsion të kenë fatin e Veliajt. Betejë ime politike dhe individuale me ish-kreun e Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, tashmë konsiderohet nga ana ime një kapitull i mbyllur, por betejë ime politike me modelin Erion Veliaj që sot është në çdo institucion të Republikës së Shqipërisë dhe në çdo dikaster të rëndësishëm të vendit, sigurisht vijon dhe do të vijojë deri në fund. Bashkë me 3 ish-drejtorët, të pandehur janë marrë edhe 4 persona të tjerë. Për ta, dosja po gjykohet veçmas. Kjo edhe për shkak të veprës penale të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, pasi sipas PAK, ata përdorën postin që kishin, që fituese të dilte kompania 5D në 13 tendera të ndryshëm, për të cilën prokuroria e posaçme thotë se pronar faktik kishte vetë ata. Ndërsa në 28 maj, gjykata shpalli fajtor 4 zyrtarë për dosjen 5D për shkelje të barazisë në tendera, por asnjëri prej tyre nuk përfundoi në qeli, duke u dënuar me punë komunitare.